Miqtë Prizmës. New Yorku nga dje ka një kryebashkiak socialist, që nga vitet 60 nuk ishte parë ndonjëherë një pjesëmarrje kaq e madhe me 2 milion votues në qytetin më të madh të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në qytetin më kapitalist, më, si t'u them tash, më agresiv për sa i përket pasurimit, kapitalizmit, njerëzve të pasur. Është qyteti që ka më tepër milionerë në botë, rreth 400.000. Qytetit që ka eksperimentuar, por edhe qyteti mendimit lirë, mendimit liberal, mendimit konservator, edhe tashmë ky qytet ka si kryebashkiak me një mobilizim të jashtëzakonshëm Zohran Mamdani, me origjinë indian, i biri Mira Naif, regjizore e madhe e filmave indian, musliman, 34 vjeç, socialist. Demokrat, socialist, po ai e quan veten socialist. Për herë parë në Amerikë fitojnë socialistat, po fitojnë bindshëm në qytetin që sigurisht i lejohet dhe normalisht mund të veprojë edhe në këtë lloj drejtimi. Para 20 vjetësh në Amerikë të thoje që jam socialist, barazonin me komunistët, ishin gati për të futur në burg. Konsideroheshe si këtu, me parullat e Sali Berishës, si me thënë komunistë dhe në fakt nuk i bënte asgjë komunistave, vetëm bënte të vetëve kur donte t'i përjashtonte nga partia. I quante ose t'i largonte, i quante komunist. Kështu ishte edhe në Amerikë, kur i thoje që jam socialist, dhe me thënë barazonin me komunistët edhe komunistat vetë. Pastaj edhe këtij Zohranit, Mamdamit, i gjithë sulmi që u bë ishte duke shpallur komunist. Por ja që në New York ky djali 34 vjeçar fitoi me mbi 51, gati 52% të votave. Dhe normalisht kundra presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke vepruar, duke pasur një betejë të ashpër, betejë të ashpër urbane, dhe duke shpalosur të gjitha alternativat e majta deri dje të papranueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në kulmin e fuqisë së konservatorëve dhe të populizmit që është Donald Trump, fiton në New York, në Grande Mela, fiton italianët ose molla e madhe, Big Apple, fiton amerikan, pikërisht një socialist si Mamdani, për më tepër musliman, dhe që shprehet: jam njëri, jam një musliman, jam një socialist dhe jam krenar për këto, nuk kam pse të pendohem për këtë punë. Prandaj ti shto ulurimin, i thot Trumpit, sepse tashi do të përballesh me një pjesë të madhe të njerëzve të zëmbëruar prej teje. Një pjesë të madhe të majtës amerikane, e cila në të vërtetë është e ndarë për gjysmë, midis pikërisht këtyre lloj ekstremistë që quhen të majtës, midis të cilëve është edhe Mamdani, dhe një të majtë e cili është demokratike, që i bën pjesë në elitokracinë njësoj si të republikanëve, e pasuruar sigurisht, elitokraci e cila sigurisht ka faje të mëdha, por që tash po sfidohet edhe nga socialistat me gjithë vetit e tyre, dhe në krye të tillë, nuk ishte vetëm se në New York ndodhte kjo punë, dhe në Virginia kanë fituar pikërisht modeli i tillë. Pa po fitojnë një farë mënyrë terren ata që e konsiderojnë veten të majt të ekstremit, quhen në Amerikë, po të majt socialistë në Evropë nuk i konsiderojnë ekstrem, i konsiderojnë socialist. Nuk i bën përshtypje kjo punë. Në Amerikë ka bërë përshtypje. Dhe Mamdani është një prej të tillë. Normalisht ka propozuar që të ketë New York autobusa falas, transport publik falas, dyqane publike ku të ketë çmim të kontrolluar, ku dhe të varfrit kenë akses, të taksohen të gjithë ata që kanë mbi $1 milion pasuri, taksohen, fillon me 2% e përfundon pastaj. Kjo ishte sulm i drejt për drejt të filozofisë edhe si të them tash politikës së Donald Trump. Të ngrinte
Propozimi i Mamdamit është të ngri qerat, krijoj shtëpi me qerat që rrinë aty dhe nuk ngjiten më tepër, dhe deri në vitin 2030 të çojë orën e punës në $30. Pra kemi të bëjmë me një socializëm atipikisht të pranuar tashmë edhe në Amerikë, por që sigurisht është në kundërshtim të jashtëzakonshëm me praktika dhe politikë të qeverisë qendrore dhe që konsiderohet pjesë e jashtëzakonshme e filozofisë ekonomike dhe politike të presidentit Donald Trump. Zoran Mamdani është një nga ata të rinj socialistë cilët guxojnë dhe thonë prerës, dalin përballë. Kjo tash është për tu theksuar. Nuk fshihen. Dalin përballë dhe thonë këtu jemi, shohim se çfarë do na bësh me demokracinë. Përgatitu se do përballesh me ne. Kjo tash është mëse e qartë, sepse po të morën New Yorkun, sigurisht pastaj lufta do shtrihet qytet për qytet. Sigurisht i ka qytetet majta dhe qytetet djatha, ka bastione në Amerikë, por pikërisht kjo e bën më alternative Amerikën dhe kjo e bën demokracinë më të madhe të botës. Patjetër që në sondazhet që u bën, ajo që del më e rëndësishme është se 75% e të rinjve nën 30 vjeç kanë votuar Mamdani. Kanë votuar Zoran Mamdani, kryebashkiaku. Kjo është domethënë se këtë duhet ta lexojnë të gjithë. Atyre nuk ju bën më përshtypje se ti u thua socialist. Si u bën më përshtypje. Ka kryer kjo punë. Nuk është më Amerika e dikush. Një reagim nga e djatha, një populizëm nga e djatha, sigurisht që ka për të pasur reagimin tjetër të majt. Atë që quhet ultramajtizëm. Se mirë populizëm konservator një anë dhe ata ultramajtizmi të fashista, nazista, ku dinë çfarë thonë. Por anën tjetër provokohet kjo që janë këta fashistat e ri pastaj. E majta e cila sigurisht zhurmuese e madhe dhe normalisht kërkon ambicien e vet të kthimit të çdo gjëje gati ke shteti. Propozime që do ketë dyqane publike, do të ketë çmime të fiksuara dhe qirat fiksuara janë tipikisht socializëm. Socializëm bile edhe më i egër se sa në qytetet kryesore të majta dhe të Evropës ku jetojmë ne. Dakor, miqtemi, kjo ishte fitoria e një socialisti në vendin më kapitalist të botës. Fitoria e një kryetari bashkie socialist, demokrat socialist, në vendin më kapitalist të botës. Mamdani, 34 vjeçari, edhe musliman, e ka arritur. Dakor, miq Prizmës. Në Kosovë, në politikën, ose më mirë të them, në para politikën e tyre të jashtëzakonshme, një grupi sigurisht folklorik, politik, sovranist, po themi populist, quheni si të doni. Ajo që mbizotron është pushteti i stërzjatur, elementet e zbatimit demokracisë dhe njëkohësisht të një keqdashësie përmbi atë që konsiderohet minimum, fare minimum të etikës edhe moralit në vijshmërinë në ndërtimin e institucioneve të shtetit. Sigurisht që kanë muaj që kanë dalë nga zgjedhjet dhe për 7 muaj mezi vendosën parlamentin në punë. E lanë vendin pa parlament për 7 muaj. Ndërkohë që vazhdon qeveria që ishte edhe pse s'ka mandatin e vërtet. Realisht ka fituar vetëvendosja, por nuk ka fituar për të qeverisur. Kështu sistemi në Kosovë. Në padrejtësinë e madhe kur 10 vende ju alejnë në mënyrë imediate serbëve dhe 10 vende pakicave, në ikin 20 vende. Në një parlament për 120 vetësh, 100 vende të mbeten për të formuar qeveri normalisht pa aleancën me serbët, ndoshta edhe pa aleancën me pakicën. Dhe këto vende ata nuk mund të bëhen kur ti nuk ke shumicë. Kur ti ke vetëm 54 veta, 56 veta. Të duhen 61, duhet një aleancë e brendshme
që nuk ekziston. Dhe ne i dim se sa janë ndarë numrat. Dhe përveç mos rakordimit për kuvendin, për kryetarin e kuvendit që në fund ka e dorë një njeri i cili kishte sharë, kishte fyre, kishte denigruar UÇK. Turp. Është një turp jashtëzakonshëm për Kosovën kjo. Turp i jashtëzakonshëm. Immoraliteti jashtëzakonshëm. Një njeri që bashkë me shoqena, nuk e di, bashkëpunëtorën e tij të librit, fyente, pshtynte për një UÇK. Ky është kryetari i kuvendit sot i Kosovës. E të tash del problemi i qeverisë. Dhe sigurisht kur s'kishte numra për kuvendin, si mund të ketë numra për qeveri? Nuk i kanë, njësoj është. Në këtë pikë është shtyrë sa shtyrë, po shkon viti. Edhe ajo që bën si diversiv, një sovranist, arkeo-marksist, një majtist populist si Albin Kurti, dashnori i jugoslavizmit, neo-jugoslavizmit në dukje sovranist, po njerëz që vdesin për pak titizëm, në praktikat e tyre trascendente, ato që e çojnë në vendin, e marrin zvarr më mirë po themi. Një qytetërim i cili sigurisht ka vdekur e nuk do të jetë madhe, që është ai i bashkim vllazërimit edhe jugoslavizmit idiot që kanë pasur, pavarësisht se ishte më i miri në krahasim me të gjithë të tjerët në diktaturat e dikushme të lindjes. Më i miri them sepse mund të konsiderohesh i butë dhe i arritën kot në si kot pordot, kështu duhet të thënë, sepse ai ishte një komunizëm që kishte brenda Rankovicin, pastaj edhe shumë tjerë që kishin vrarë njerëz dhe kanë çuar nga votrat e tyre, i kanë dhënë aratin për në Turqi, mira shqiptarëve. Po nuk duhet që të flas më për këto, sepse sigurisht pastaj është tragjizmi i jashtëzakonshëm. Por këtë përfaqëson edhe Albin Kurti dhe babai i tij, mbas edhe gjyshi. Dhe sigurisht kësaj ftesi është bashkuar edhe Vjosa Osmani, e cila dikur deklaronte që nëse nuk do të jem lidhje demokratike, nuk do të jem politik. Unë jam e lidhur me lidhjen demokratike dhe tashi bën të kundërt, ose ka bërë të kundërt. Një diçka e zakonshme, një paburrni e zakonshme ndër shqiptar, që në baladat e tyre e quajnë veten më burra të Evropës. Në të vërtetë janë më bukshkalët e Evropës. Në Evropë ka shumë më tepër burrni se sa të shqiptarët në politikë. Të dy këta tashi vendosin që të kandidojnë me një propozim provokativ Glauk Konjufskën për kryeministër. Me metodologjinë, ja, nuk jam unë, do të jem vetëm ministri i jashtëm, bashkoheni, na jepni votat që të bëjmë qeveri. Është diversion dy palësh. E para është për të paraqitur botës për konsum të jashtëm, që unë jam toleranti, po ik nga kryeministri atu se kishte problem të madh bota për ta kuptuar që mund mos jesh kryeministër, mund të jesh ministri i jashtëm, po ti je ai si kryetari i partisë. Shefi i lëvizjes vetvendosi. Sakrifica e madhe është të vendosësh një që ka qenë dikur kryetari i kuvendit të Kosovës për kryeministër dhe pastaj ta urdhrosh. Glauk Konjufskën e urdhron edhe Dejona Mihali. Këtë e din edhe më të marrët në Kosovë. E merr telefonin ose i çon SMS e thosh do bësh kështu. Sigurisht ashtu ka për të bërë Glauk, se ai vetëm emrin e madh ka të fisëve i lirë, tjera gjëra pastaj ka me modernitetin e kohës, të binjes ndaj partisë, ndaj pushtetit pakufishëm që ka aty tash Albin Kurti. Albin Kurti nuk ndryshon, i është edhe më keq se Sali Berisha, shumë më kontrollues në partinë e tij dhe në shtet se sa edhe ai që e ka armike që quhet Edi Rama. Kontrollon edhe njëkohësisht posedon. Sepse deri ke Rama mundesh edhe të bësh në lojë, për shembull mund t'i lejë dhe të vjedhin. Ky atë vjedhin e ka vetëm për vete, bile mos më paraqit edhe në prokurori. Mos pyesi fare as ligjin, as gjykat kushtetuese, as gjykat të lartë, dhe as një lloj gjykate tjetër. Në këtë pikë, Glauk Konjufska dhe marrëzia e Vjosa Osmanit që thotë s'kishim propozim tjetër, patëm këtë propozim.
Propozimet e tjera duhet ishin nga partitë e tjera dhe jo nga e njëjta parti me emër tjetër. Këto janë marrëzirat e një, si them tash, një personi i cili është jo vetëm i pamjaftueshëm, por është personi i cili do që të duket sikur po punon për Kosovën, në të vërtetë është duke punuar për një pjesë, edhe sot pjesën më të vogël të Kosovës. Bile, mua më duket edhe jo kaq shumë inteligjente. Pavarësisht llapazanërisë që ka mësuar këto 2-3 vjet, të përshtatshmërisë që ka me postin. Një vizitë tu, një vizitë atje, jepi dorë një kryetari shteti, jepi dorë një kryetari shteti tjetër, por këto nuk shërbejnë për asgjë, kur nuk ka efekt. Kur në të vërtetë shteti është më pak i njohur, kur në të vërtetë shteti u trimruan me Sirin, po Siria kishte ndikimin e të gjithë i thonë turqve këtyre. Pa lejen e amerikanëve Siria nuk bënte asgjë. E bëri me lejet e amerikanëve. Nuk e bën me Albin Kurtin e Vjosa Osmanin që nuk i pyet kërkush as për dash as për badash. E sidomos progres raporti i BE-s, i cili e nxjerr Kosovën për faqe të zezë në zhvillimin e saj demokratike dhe sigurisht pastaj edhe në rrugën shumë të gjatë, jashtëzakonisht të gjatë, që ka drejt BE-s, Befjala ose drejt NATO-s. Po ti dëgjosh Vjosa Osmanin edhe Kurtin edhe atë tjetrin që është e çmendur fare, Gërvallën, vajzën e një marksist, leninisti, emberisti, të vrarë në Gjermani, nuk e di nga kush, nga shërbimet serbe, nga shërbimet e sigurimit të shtetit, ose nga shërbimet, nuk e di, mbase është një nga vetë brenda për brenda në betejat e tyre staliniste, por problemi është se ajo e ka çuar vendin në politikën e jashtme në mënyrën më në izolacion të jashtëzakonshëm, në një bisedë të shkurt me çdo kënd që kishte përpara, sepse shikonin në çfarë njeriu refraktar edhe të çuditshëm kishin të bënin, njeri të cilin e kishte vendosur Albin Kurti si ministre të jashtme. Krye diplomate, një njeri i cili vetëm diplomacinë nuk e përfilte dhe nuk e njihte në karakteristikat e një gruaje femre e cila ka probleme me veten. E para duke e parë veten në pasqyrë sa çohet mëngjes, dhe e dyta pastaj konceptet mohuese të çdo gjëje të bukur. Më le të përshtypej që sa shifti diçka të bukur e urrente. Që në këtë pikë edhe integrimet, edhe bashkëbisedimet, edhe normalitetin në diplomaci, ajo e gabonte gjithmonë. Pastaj shtirja, këta janë të shtirë në mënyrë të jashtëzakonshme si sovranist, si populist. Këta kanë bërë punën më të mirë, me këta është krenuar Vučići. Sepse sigurisht kanë bërë që ai dalin në sy të botës një njeri që mund të toleroj, duke e kthyer Kosovën nëpërmjet kurtizmit, gërvallizmit edhe osmanizmit të Vjosës, një diçka intolerante. Kur këta filluan të sillen si serbët, duke mohuar miqësinë me Perëndimin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me botën perëndimore, sigurisht edhe Perëndimi i barazoi me Serbi. Dhe kjo ishte detyra e tyre, për këtë kanë ardhur në pushtet. Duke sharë OÇK-n, duke sharë krahun tjetër, duke i thënë hajvanati, duke qenë vetë majmunat, imitues të një jugoslavizmi dhe të udbashizmit të fundit tyre, në 10 vjetet e fundit, në mënyrë tragjike. Në mënyrë tragjike. Sot kanë shpallur Klaut Konjovskën për kryeministër. Një marrëzie jashtëzakonshme që nuk ka për të ndezur, nëse besoj se i ndezë do të shkojë kusht bashkimin vetëm me serbët mund ta bëjnë. Nuk e di se nuk ta bëjnë tjetër për të plotësuar 61. Po edhe nëse i plotësojnë, kush e beson se ajo qeveri që ndron këmbë nesër? Dhe çfarë mund bëjë ajo qeveri? Kështu që po shkojmë drejt zgjedhjeve të tjera, praktikisht është e drejta. Vjosa Osmani duhet i kishte shpallur ose të kishte dhënë të drejtën opozitës, e formoni dot partisë partë opozitës, nuk e di kush është PDK-ja. Bëni dot aleancë ju, i bëni 61 numra, se ky është edhe efekti. Kaq duhet bëj një presidente e Kosovës, i thënshëm sot. Për më tepër që do të dali prapë presidente, të jashtëzakonshme, çfarë ambicie kanë të tipat, këto njerëz të mërshëm. S'ka numra për vete, po ta nxjerrin vetë, nuk e di sa a mund dali deputete dhe vazhdon të bëjnë leadershipin, janë njerëz fake,
politikisht edhe nuk e di, edhe filozofikisht. Kosova është në parapolitikë, është për faqe të zezë. Shpeshherë ne shajmë Shqipërinë, për Shqipëria shumë herë më përpara. Nuk e di nga një njeri, nga në ka rëndësi nëse bën Berisha si s'bën zakonisht. Kur vjen puna pastaj për të marrë një vendim, ai merr në politikë, jo në parapolitikë. Bën ca veprime edhe me kundërshtarin, i thot mafioz, kriminal, ku diun se çfarë i thotë Edi Ramës, pastaj thot, po si më po bëjmë gjën më të rëndësishme kushtetutë. Kjo është bësh politikë. Aty bëhet parapolitikë. Kaq, ç'e thosh. I ky është Albin Kurti. Një njeri kam thënë, këtu afër më. Nesh nga Vladimiri, nga Katërkolla. Shumë afër nesh. Dhe di, ata e quajnë kështu kosovar të denj, po ky është nga ne. Kanë import. Edhe atë që kanë importuar në mënyrë. Ose kemi bërë eksport të jashtëzakonshëm. Dikush aty e fshan, domethënë thotë Montenegrinë, ku diun Malazia, po ja shqiptarësh. Shqiptar, po problemi është se shqiptari janë atosur shumë. Nuk e di çfarë lloj shqiptari të shkruaj. Ka. Shqipëria e madhe i ka njerëz të. Edhe për fat të keq saj, shpeshherë qellojnë të dalin në krye. Dakor, miqtë e mi.